Në tetor të vitit 2025, eksportet e mallarve arritën në 31 miliard lekë, duke shënuar një rritje të lehtë prej 1% krahasuar me tetorin e vitit 2024 dhe një rritje mujore prej 14.5% krahasuar me shtatorin e po të njëjtit vit. Gjatë periudhës janar-tetor të vitit aktual, eksportet ranë në 291 miliard lekë, duke shënuar një tkurrje prej 7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Rënja vjetore në 10 muaj u ndikua kryesisht nga grupet materiale ndërtimi dhe metale dhe minerale lëndëdjegëse dhe energji elektrike, ndërsa pozitivisht ndikuan grupet ushqime, pije duhan dhe makineri pajisje dhe pjesë këmbimi. Importet e mallarve në tetor të po këtij viti arritën në 80 miliard lekë me një rritje vjetore prej 3.6% dhe një rritje mujore prej 6.3%. Për 10 mujorin importet ulën lehtë në 737 miliard lekë, me një rënje prej 0.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja vjetore e importeve u mbështet nga grupet minerale lëndëdjegëse, energji elektrike, produkte kimike dhe plastike dhe tekstile këpucë, ndërsa negativisht ndikoi grupi materiale ndërtimi dhe metale. Deficiti tregtar në tetor arriti në 49 miliard lekë, duke u rritur me 5.4% nga një vit më parë dhe 1.6% krahasuar me shtatorin e po të njëjtit vit. Për 10 mujorin, deficiti arriti në 445 miliard lekë, një rritje prej 3.8%. Ecuria sipas vendeve partnere tregon se eksportet në tetor u rritën më shumë drejt Greqisë me 10%, SBA-s me 5 herë dhe Spanjës me 28.9%, ndërsa ulën më shumë drejt Italisë, Kosovës dhe Gjermanisë. Për 10 mujorin, eksportet shënuan rritjen më të madhe drejt Greqisë, Gjermanisë dhe Spanjës, ndërsa ranë më shumë drejt Italisë, Kosovës dhe Kinës. Sa i përket importeve në tetor, u rritën nga Italia me 6.1%, Kina me 31.2% dhe Greqia me 4.2%, ndërsa ulën nga Turqia, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për 10 mujorin, importet u rritën nga Kina, Greqia dhe Spanja, ndërsa ulën nga Italia, Turqia dhe Gjermania.